imani ku ndërtohet? Allahu ka përmendur në Kur'an kategori njerëzve që e kanë ndërtuar imanin në pozicionet e gabuara. Për shembull, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Ka nga njerëz që thonë kena besuar në Allah, wa bil yawmil akhir, e ditën e gjykimit, wa ma hum bimu'minin. Po ata nëse nuk janë besimtar. Ata nëse nuk janë besimtar. Do të thotë e kanë ndërtuar imanin në gjuhë. Iman nuk ndërtohet në gjuhë. Imani ndërtohet në zemër. Andaj Allahu Jalla wala tha në Kur'an: "Wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allahu ka bërë të dashur imanin dhe e ka hijeshuar dhe ndërtuar dhe stolisur në zemrat e juaja. Andaj ne duhet të ndërtojmë imanin me gjitha elementet dhe komponentet që kërkohen në zemër. Nëse ndërtohet si duhet në zemër, patjetër domosdoshmërisht ai pastaj do të manifestohet përmes gjuhës dhe gjymtyrëve, sikur që do ta trajtojmë në vijim inshallah.